Paraqitja e ish presidentit, ish kryeministrit, ish kryetarit kuvendit, ish kryetari LSI-s dhe nën kryetari PS-s Ilir Meta në sallën e gjyqit ishte shokuese për një pjesë të njerëzve, ishte normale dhe për të mos thënë ndëshkuese për pjesën tjetër. Pavarësisht komenteve të atyre që nuk e pranonin dhe atyre që gëzoheshin për këtë gjë, unë kam pyetur vetë Ilir Metën, i kemi çuar pyetjet, ai është përgjigjur me shkrim dore sepse kështu i lejohet. Njëkohësisht Komiteti i Helsinkit dhe Avokati i Popullit kanë bërë një vëzhgim se çfarë ndodh me Metën në qeli. Ai është përgjigjur me këto fjalë, por intervistën e plotë keni sot në Opinion. Jam i bindur se përshtypja apo çudia më e madhe ishte paraqitja ime. Po, është e vërtetë që jam dobësuar lidhur me peshën trupore, por kjo vjen për arsye se çdo ditë bëj me intervale 4 orë stërvitje, por jam shumë më i shëndetshëm dhe më i fortë se më parë. Pjesën e mbetur e ndiqni në Opinion në orën 21.